Për 115 fëmijët e komunës së Haraçinës pas shumë vonesave u hap zyrtarisht çerdhja. Sipas banorëve, Haraçinës i ka munguar shumë hapja e çerdhes në këtë komunë. Po njëna në çerdhe, njëna në klasë e parë. Po si e keni prit këtë hapje? Me shumë gëzim të madhe kena prit këtë çerdhe, kena pas ka moti kemi një çerdhe për fëmijët, mirë po ja erdhe dita dhe u kri sot. I ka mungu Haraçinës? I ka mungu shumë, jo pak shumë. Këtë çerdhe Haraçina ka dashur me pas para 20 vjetëve. Po çash me këto probleme që i kemi pas. Ka nevojë edhe për një më tepër, po për fillim më mirë. Mungesën e hapjes së çerdhes në Haraçinë më së shumti e kanë pësuar të punësuarit nëpër institucione në Shkup, disa prej të cilëve ishin detyruar të shpërngulen përkohësisht nga fshati për shkak të mungesës së çerdhes për fëmijët e tyre.